Resa dhe të falenderoj. Nuk e mora guximin me I përmend emrat se tash. Heq mos tani të I përmendim bashkë. Përshëndetje. A je mirë? Shumë të madhe me të pasë në studio. Shpend me ardh pas një viti e gjys. Si jëm dalë prej bigut, do me thanë personi parë që e kanë te, që jëm ardhë. Edhe më bëhet shumë qefi, realisht, edhe më bëhet shumë qefi dhe për këtë sukses të ndin, që nuk është vetëm suksesi, ta pavarësisht që po punon ti, suksesi gjithëmër, sukses edhe I vendit tonë, që po sjell autor dhe regjisor turk, po flasim për regjisor dhe autor turk me nam, nuk po flasim për emrat se janë të rinj atje. Që veç kanë ardhur dhe hajt janë turqisë. Se mbasi jemi mësuar të shohim shumë emrat se vinë Kosovë investojnë, punojnë, nuk e di, po flasim për realisht për emrat të mëdhenj. Më fal pak për diçka kaq të bukur se si nisi fillimisht, para se të ndalemi tek kjo që më ndodh sot. Tash ta tregoj se si nisi. Unë zakonisht përcjelli shumë shfaqje të ndryshme, edhe normalisht edhe me turqishtën kështu jam ka pak e lidhur se më pëlqen gjuha shumë edhe normal edhe Turqia si vend më pëlqen se ka një industri të filmit edhe teatrit jashtëzakonshëm. Po, shumë të madhe. Edhe në Prizren, unë bajke një shfaqje turke, edhe thash pëse jo me shku veç me pas I shfaqje. Edhe e kom pa, më ka pëlqyt tepër shumë, që e shfaqje që e pash, edhe me ndova, thash po, me qënë se kë e ka bo regjisor turk, teksti turk, pëse nuk e marrë one, edhe me bo në Kosovë, normal, sfidat janë konë tjerëzakonshme, derisa e kom arrit, që të ku e kom arrit, kanë qenë shumë të mëdhaja. Bas edhe ideja ka qenë pak me frikë. Edhe ideja me frikë, edhe me gjetë regjisorin, se do isha shumë që me gjetë një regjisor turk, jo që edhe fotografin, regjisori është Ali Volkan që tin kaja, unë sinqerisht, kur kom kontaktu me to, nuk e kom ditë që në Turqi është ka që I famshëm, me to drejten, e kam pas si regjisor I teatrit, por nuk e kom ditë që është edhe aktor, e që ka luajtur për seriale shumë të famshme një sërsh pas taj në rrjetet sociale, e shikove pak biografi. Po, ma ndej, kur e pash në rrjetet sociale, e pash tash, okej, mirë, se tash pe kuptoj me kanë kam të bëj, ajo ke edhe dy fish stres ma shumë, ma ndej. Edhe, po, u bo puna që ashtu, e thira, erdhe dhe fillum edhe provat e shfaqjes. Okej. Unë u habita edhe nga kasti, realisht kasti jashtëzakonshëm I aktorëve, në cilën ke vendosur në përzgjedhjen e kësaj. Po para se ndalim tek kasti, më thuaj për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Turqisë në këtë rast. Do më thonë si nisi, sa ishte dakord? Në fakt, ka ardhë pak me tut, edhe këse normalisht kur të vish në vend huj edhe nuk e den. Kjo kish punu edhe në Macedoni, po një shfaqje e ka bo. Po në Kosovë asë njëherë. Kështu që normal njëherë nuk është që pranojmë njëherë. Edhe në okej, ta shohim, teksti është shumë I mirë, une e di këtë shfaqje, është komedi, po ta shohim, të këshyrim tash. Edhe diri sa më ka donë përgjigje normal gjithmonë. Pritja, tu prit, edhe ma ndej tha, okej, në regull, po vi, kemi dal, e kom prit në aeroport, ka ardh, kur ka ardh, tha, adin tha që një dit për para, I thash grus, jo s'po shkaj se s'po moj, adin po dorzona nuk po shkaj, tha gruja më shojt edhe më tha, hajtë më reshkon nëso, se sigur keme kalu te për mirë, po është ndo shumë I knaqën, na jemi veç në provat e para, është 5 ditë që I pari provave, edhe sinqerisht është shumë I knaqën, bile nga ka cilësu si një ekip shumë e disciplinume, se ta unë kom punu me shqiptarë, po nuk jenë konë që ka që disciplinu. Atër dhe feedbacku ku ka I mirë se na po shkojmë në orarë, po shkojmë në orarë të ko, provat, kur po janë, po shkojmë me ko, po pim kafe, po knaqemi, po japim energjit mirë edhe sinqerisht po kalojmë te për mirë. Po, do të flasim pak për këtë shfaqje, po nuk do të mundohem normal t'ja upim margjin dhe të zbulojmë shumë. Po, flasim vetëm pak çfarë kishe shkruar e kishe treguar pak se për çfarë ka të bëjë shfaqja. Po, e kam qitë një sinopsis, po. Shfaqja bëhet fjalë është një komedi satirike, një komedi e zezë, komedi e keq kuptimeve. Me Vlan Saraxhi është aktori kryesor, unë jam edhe unë aktoria kryesore në shfaqje. Me Vlani është burri I cili është me gruan e tij, edhe mërzitet nga gruaja e tij dhe don të divorcohet për shkak se ka dashnorën, është Teuta Krasniqi, dashnorja, edhe mërzitet nga dashnorja dhe don domethënë me u nda. Edhe tenton tash me u nda, po ideja është tenton me vra gruan e vet për me u nda me gruan, edhe nanëherë tenton, nanëherë domethënë dështon, gjatë dhe shfaqja është në shpirtat, për më shumë domethënë janë edhe 2 aktorë tjerë të shfaqjes është Jajushi, Miloti edhe Dashi, më fal se 3 aktorë tjerë, edhe ata kanë role të jashtëzakonshme, kështu që është komedi e keq kuptimeve që ka me qenë, mendoj që ka me qenë një shfaqje jashtëzakonshme. Përveç si aktore, vjen edhe si bashkë producente në këtë
shfaqe, si është eksperiencë, ose mund të më bësh pak dallimin të qenit vetëm aktore, po dhe bashkëproducent, përse përgjithësia është dy fish më e madhe. Jo, dy fish më e madhe, po mos vetë. Shumë, a? Është shumë jashtëzakonisht e vështirë për një me, e kom pas tepër vështirë, unë nuk jam e paraprirur me u anku, a den shumë, edhe gjithmonë me energji të mirë mundona me pushu gjonat edhe mos mi marrë shumë afër zemrës. Po dhe ki qef me sfidu vetën. Edhe me sfidu vetën kam qef tepër, edhe po sinqerisht ka qenë shumë vështirë. Edhe është dhe rasti me falendëru me Vllanin, i cili më ka nejtë shumë afër gjatë kësaj kohe sa unë jam kanë të bo projektin, moralisht më kanë dajtë tepër afër edhe s'kam qare pa falendëru. Bebli të dua. Okej. Në gjithë këtë shfaqe, cili mendon që duhet tipet si mesazha, kur ka nisur si gjithë shka? Çfarë do të përqojë publiku që vjen dhe shikon këtë shfaqje? Çfarë duhet dija? Një temë në cilën jo shumë larg aktualitetit. Jo shumë larg aktualitetit, po shumë afër aktualitetit. Do me thonë, po është një mesazh interesant që dashnori kur s'më në të me zonë dhenin e krus. Që kësh me zonë? Po tu s'ka shonca në asë një rethon. Në asë një rethon, dashnori kur s'më në zonë dhenin e krus. Edhe u kry me që ka që mujme. Pavarësisht tentativave. Pavarësisht tentativave dhe idejës kësojna s'ka shonca. Okej. Fatkeqësisht është një realitet i hidhura. Është një realitet. Që realisht edhe burat, tentativat për të realizuar diçka tillë rezultojnë në më të keqen, kronik zez, mjaftueshëm, po. Po, mos t'i him asaj. Po. Se është shumë e vështirë për një me edhe po. Ka raste tilla që unë gjithmonë shpresoj me pas energji shumë atë mirë, me pas dashni ma shumë, edhe jo vrasje, jo dhunë edhe jo gjana të hidhuna. Po, por si që të tjetë, kjo është edhe punas e artistit, në përgjithësi. Po, patjetër është. Që të bëj këtë bashkëgëzimin mes aktualitetit dhe asaj që mund të përcjellni mesazh shumë të madh. Po, edhe shumë pavarësisht që është komedi satir. Mesazhi jepet shumë direkt. Mesazhi është shumë i direkt, shumë domethënë pavarësisht që situatat që ndodhin janë jashtëzakonisht komike, mesazhi dihet edhe është tavan konkret. Po besoj ti ndjen këtë përgjegjësinë që ne artistët që duhet pak të përcjellet mesazhi tek masa, sidomos te tash në rolin edhe si producent, sepse nuk është hera e parë realisht që je si producent. Jo, nuk është hera e parë, kam qenë edhe në emisionin si ti që vendos që e kam pasur dhe aty kam qenë si producente. Po, e ki përgjegjësinë që kemë dhënë edhe një mesazh, po në momentin që del sken, edhe ti je tjetër kush në atë rol mandej edhe mund është pak me harru adin, po jo, në momente të caktuara jo. Grace, po do shumë bukur, po që të kabullt mikrofonit ndrejt që pak, se ti din me këtë mikrofon si e kon Big Brother. Faleminderit. Din që është me rregullu mikrofonin vetëm kabullt që... Patjetër. Ose të fol me dur. Të fol me dur. Grace, po du më ndalë pak të kjo ndjesi, sa të kish mungu? Më kish mungu shumë, Samir Peden edhe Pecek, më kish mungu shumë, se unë normalisht e kom përfundu edhe gazetarin edhe aktrimin edhe tentova, thash, okej, hajt, të lo pak anë, është aktrimin e visht të mirna me gazetari edhe me emision edhe me intervista, me sene, po sinqerisht u lodha shpen. U lodha, nuk kisha ma energji me shku në për intervista, e ke po edhe vetë, kom dalë shumë pak, sidomos kove të fundit, jëm largu te për shumë veç me rjetet e mija sociale, jëm largu shumë për shkak se kur nuk ki diçka me dhonë, nuk ki pse me shku në për intervista. Se okej ti, jëmë kam Big Brother, po flasë për banorët, pezojnë për banorët e Big Brotherit, po qka ma tutje, qka ki me kalzu? Nëse ti s'ki qka me kalzu, nuk ki pse me shku në për intervista. Edhe zgjedha jo për lavdat, po zgjedha me artit ti me tregu se për një me të vlerësoj shumë edhe e di që edhe kur këm dalë për Bigut, njëri parë që i marë këto e kam te, kështu që... Falenderoj shumë edhe kom një respekt jashtëzakonshëm realisht, sepse puna që e bën nuk është as pak të lehtë. Edhe unë e kam parë në momentet caktuara, edhe fakti që nuk e qenë shumë aktive si aktora, ke pasur një emision me vullnetin shumë suksesshëm. Domethënë, edhe pas Big Brother nuk vendoset heshtësh dhe të largosh komplet për mediave, se mbas është ajo periudhë në të cilën pak është vështirë me gjetë vetën, se ku po qëndron, cilat janë disa prej gjërave të cilat mundesh me u fokusu, e gjetë një emision shumë të lezetshëm, që e pam një format shumë ndryshe për të ndër. Po, e gjeta një emision shumë të lezetshëm, se dojsha kur dalë për Bigut të paktën me ditë çka jam të bo, edhe mos mu harru, që shën harru shumica e banorëve. Ti se ne mu harru, do me thone ditë shumë mirë se çfarë duhet bësh. Jo, nuk e lash mu harru edhe me një herë, do me thonë tentova me bo diçka, edhe ideja ke të dy venimve, me vullnetin dollëm me hangër një dark, kur nuk e harroj, masi dollëm prej Bigut, dollëm me hangër një dark, edhe, okej, çka po bëjmë, hajde po bëjmë një emision, qysh po bëjmë, po dalim këtu, po dalim aty dhe u realizon në mënyrë shumë të shpejtë, edhe shumë të mirë, edhe që pat një sukses, por një me nuk e kom prit qatë sukses, a din? Qëra, ka pas mysafir të jashtëzakonshëm, ka pas mysafir, starat, yje, të cilat jemi rritur dhe me ta dhe
me të ardhur një mysafir shumë i rëndësishëm në studio, këtë e di shumë mirë, është një respekt shumë i madh, mas pari të respekton si autor, në cilën me qenë para teje dhe me i diskutu gjërat që i diskuton. E le më rënë një format në cilën ju keni qenë YouTube, a? Ka qenë format? Vetëm një YouTube, jo në televizion, nuk më dasht me që në televizion, se normal, këto problemet ti e vetë në televizion edhe i den shumë mirë, edhe të nëtoma me majtë veç në YouTube edhe eci shumë mirë, normal kanë qenë ikonat e shqiptarisë. A patën shtirë me ardha, u bëndën letë? As pak, as njani nuk e ka pas shumë shtirë, muj me thonë me plot gojen, si cili ka pranu, do me thonë me qefin matë, si Adelina, si Miria, si Naimi, si Nani ka qenë i jashtëzakonshëm, do me thonë, e shumë që mos e haroj mi përmenda. Uroj do të vazhdoj, Grace? Besoj që po njëherë jam e fokusume në shfaqje, edhe si të përfundon shfaqja, pa tjetër që po, kanalin e kam në YouTube, kështu që besoj që kam u rikëthy. Me vullnetin a pa vullnetin? Pa vullnetin, shumë direkt. Pse pa vullnetin, se aq lajme ka pas, prej që ja keni njësë emisionin, është diskutu raporti juj aq shumë. Do më thonë, publiku erdhë në një pikë që nuk di ke qa me besu, qa mos me besu. Momentin që po vlasim të shumë direkt, pa vullnetin, pse? Normal, se cili tash i kemi punë të veta. Ajo është fokusu diçka tjetër, unë jam fokusu në punën tem, profesionin tem, edhe nuk e besoj që ma kemi mundësi me rikëthy qatë sukses që e ka pas emisionin. Mbas as energjin e njejt, a? As energjin e njejt, po as zbesoj që kishme me pas rikthimin e njejt, edhe bile është një fjallë që thonë, në venin ku e ka një herë me qatë person, mos u kthe kur përziti se a ki me zavënsu ajo? A ki me zavënsu? Nuk e di, halo nuk e di, për që jam vetë këto e di sigurt, po nuk e di, do të me këshyrë dhe me pas, se për një manier jam e fokusu me në shfaqje, ta është të këshyrë me. Po shok vazhdojnë me pas? Pa tjetër që po, shok edhe shumë të mirë. Që mos lojnë me keq kuptu? Jo, shok edhe shumë të mirë, kam kontakt me to, flasim. Gjithçka profesionale, dhe më thonë vetëm rrugët e ndryshme. Ajo është tregu shumë ferë ndaj meje, edhe kur e kemi shkput bashkëpunimin, më ka thonë Grace, çka do që takon ty, merri krejt, si kanalin, si krejt, për shkak se ti e ke thonë shpirtin në qëtë emision, kështu ty takon çdo sen, edhe mos tani na bëdin o tregu ti për jashtëzakonisht ferë, edhe e vlerësoj shumë. Sa ja vleti Grace me pas emision vetëm për YouTube dhe mos me u transmetu në një televizion? Ja vleti shumë, me thonë drejten. Ja vleti shumë, edhe pse televizioni gjithmonë e ka atë dvetën, fuqinë e vetë, po jo, ja vleti. Ja vleti, ka pas shikueshmëri të jashtëzakonshme që tregova as vetë nuk e kom prit. Ka qenë domethënë 100.000, 200.000 klikime që çdo emisioni ka pas atë. Edhe për mua o kanë diçka shumë e madhe. A ka pasur edhe mundësi për me fitu, domethënë me nxjerr të holla nga ky? Po për YouTube-ës, po jo dhe atë shumë qysh e thojnë njerëzit shpesh. Se keq kuptohet. Po, se keq kuptohet, jo, sinqerisht nuk ka pas fitime shumë të mëdha. Normal me sponzora, me sene pak ti munohesh me nxjerr, po jo për YouTube-ës jo. Sa vështirë me gjetë veten pas Bigut, Grace, unë dua të më tregosh shumë sinqerisht. Domethënë përfundon një maraton shumë e madhe, një reality show në cilën je 24 orë 24 para kamerave, pastaj në një moment përfundon gjithçka. Është një finale, shpallet fituesi dhe jeta vazhdon. Sa është e vështirë, sa ke pasur presion? Unë e di që kur ke bërë një video pas daljes e Big Brother, pa shku 2 milion, 3 milion klikime brenda natës. Sa ishte e vështirë pastaj me përkthy dashurinë dhe respektin dhe njohjen që njerëzit kanë ndaj teje në puna, në zhvillim tëndi, në ecje përpara? Zhvillim ka qenë shumë vështirë shpend. Adin, bile edhe njerëz se me të afër më thëshin, je kanë dyqysh si e hopë, si adin e humbur, nuk e dishe, adin as qa po flet, as kur gjo ka qenë një fazë e vështirë, do më thonë, mujorshi i parë ka qenë shumë i vështirë, adin, se ti se din ku je, as qa e të bohat, 3 muaj është një izolim i jashtëzakonshëm. Njëtën kohë ka ndodhë shumë gjëra jashtë në cilat ju s'ke ditë kur gjo, po. S'kem ditë kur gjo, edhe diri sa ti përpunon ato gjana, edhe mashallah shtëpisë tem i kam krejt, krejt për informacionet për njëherë mi pa të ndonë, telefonin e pa ta marrë me njëherë, adin, kitë sanat i pa ta marrë me njëherë, s'pa ta pushu, heq shpet, heq nuk kom pushu, as një moment, une nuk kom nejtë në dhomë edhe me thonë, okej, po pushoj sot, edhe po qëtësona me vetën. Po, vështirë me pushu, as një moment se kom pas, edhe alo vazhdoj që një vit e gjysë mës me pas një moment të pushimit që me thonë, edhe djelen mërë kom pas gjirime puna. Po kjo është arsyeja që je këtu kaq aktive, po besoj se... Po, dohet, se që të punë e kemi, nëse nuk jemi aktiv, kjo punë harrohet. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht, po. Po, në gjithë këtë periudhë pas daljes tënde nga Biku, cili mendon që ka qenë një diçka që je krenare sot? A ka qenë kjo emision me vullnetin, a është kjo shfaqje tash? Unë e kisha cilësu, po edhe emisionin, asjeti që vendos po si arritje teme kisha cilësu që të shfaqe që jam të bo, se sinqerisht shpendi kom dhonë shumë zërë, edhe jam mundu shumë për këtë projekt,
edhe ja kom arrit ma në fund. E di që mujnë me thonë tash të tjerët, po hajtë brese një projekte ke fundit se plot projekte po bojnë. Po, kur e merë iniciativën vetë, është 30 herë ma vështirë. Ata që kanë pa Big Brother e dim shumë mirë që kur ke qenë në Big Brother ke folur shumë sinqerisht për karrierën tënde si aktore. Ke treguar shumë sfida, ke treguar shumë gjykime, para gjykime, mbyllje të dyrëve shumë në cilën nuk është hapur tani. Ma ardhë koha që me qenë ti bashkëproducente me disa prej regjisorëve dhe aktorëve më të njohur të Turqisë, po besoj është një sukses në cilin askush s'mundet me ta kontestu, për këtë je e bindur. Faleminderit shumë. Po, e kom pas shumë vështirë sinqerisht se para hyrjes në Big, normalisht e kom pas shumë vështirë me u angazhua. Okej, jam kanë aktore rezidente në teatr, po në vende tjera e kom pas shumë vështirë me angazhu se tash po shkojnë senet shumë mos t'i him asaj teme, po shkojnë shumë keq ty ta merë komplet karrierën tonë, kryn shkolle, fakultete, 2 fakulteta, edhe të vjen një influencere edhe ta merë komplet. Qka ki bote? A është zve pak që kja pash, do në ende me qenë dukuri fenomen, se po më duket influenceret më nuk e kanë vendin që e kanë pasur një koha. Jo, vala, alo e kanë vendin t'ja s'pishea, na, pishomi krejt, alo e kanë vendin edhe shumë ketë se aftësin që e ki mandej nuk po mund është me shprej edhe me marrë që ato që ka ty të takon. Edhe kjo për një me është pak vështirë, se edhe në për filma shpend ka njësë mi marrë që tash modelet, në për seriale ka njësë mi marrë modelet, a vëden të mo nuk e vren me një serial që ka aktor aty, ose aktore. Jo, krejt modele janë njësa... Pse bëhet? Nuk e di. A lasë ko mujtë me a gjetë një përgjegje se pse... A bëhet se një influencere ka një impact shumë të madhë, ka ndjekës shumë rjetët sociale dhe për me pas seriali më shumë bujnë, Shikueshmëri, po në është një arsye. Ma shumë, këta nuk i tjetë fote. Fote. Po si të qëtin nga kanë vështrimit, vazhdojnë tjetë edhimshme pak. Po shumë edhimshme, po mundona me te i kalu gjdo gjë, mundona me te i kalu me pozitivitet edhe me energji, sa do shumë senem kanë dhim të adin kur kanë dollë, si do mos para hyrjes Bigut, shumë senem kanë dhim, po mas dolljes Bigut, kom punu qaq fort shpend, sa që mos ka kush shëmnale, a vëdin moj me thonë kështu lirëshëm. Nga fama jote e Bigut dhe Big Brother dhe pas i dole, a vrejtë ndryshim të këqasja njerëzve ndajteje? Shumë. Dhe më thonë edhe ata që dikur në base nuk të kishin respektuar mjaftushëm, erdi respekt shumë i madhë ndarë? Erdi respekt i ashtë zakonshëm, me më thirë, me dollë, me pi kafe, a din disa njerës që dhe së më kishin thirë kuras. A ja ofej kurseve? Zdolja heq. Okej. Zdolja heq edhe e kom marrë një vendim, mas dolljes Bigut e kom marrë një vendim që njerës që mjapin energji negative, njerës që janë dashakqin me i largu për jetës. Edhe kjo gjom ka kry shumë punë, tash po mirëm vete me njerës që kanë energji pozitive, me familjen ma shumë. E pas ka rrethin ma të ngushta? E kom ngushtu rrethin, jo me ngushtu, po e kom ngushtu jash zakonisht shumë. Dhe më thonë, kom humb edhe shoqe, kom humb 3-4 shoqe, a vedin, po ma mirë është me i humbë se sot ti me vazhdu edhe me pos një energji negative prej tyne ose një dashaketësi që ti e ke kuptu, po nuk ja u ke thonë. A dhe ti është jam largu. A e kuptuan këtë largim tëndin, apo ta shtojnë që rëdull pe i Bigut s'po dorë më menajt me neve? Qëre, ta është jena një ven i vogël, adem lafët dalin edhe mirët vesh, besoj që e kanë kuptu, se tim një mune, nuk jam një njëri as me djemad, as që du me të po keq, as një herë s'kam qenë edhe pas daljes Bigut, unë jam po kjo e njëta që kam qenë edhe para se me him Big. Kështu që, po, njerës me energjit keqe veç tjesht do të mi largu për jetës, edhe kjo vjo veç për mu, po le tjetë si këshill për krejt njerës e tjerë, sa do që ju rrihet me qatë person, nëse ju falë energjit keqe dhe shëni që e ka një tentativ të keqe për juve largano. Sa do që dhem, në shta dhem 2 dit, 3 dit, 1 muj, po keni mja po hajrin, mandej. Para se më ndalë të kjo edicion i Bigut, sepse ke pauzuar shumë media dhe pavarësisht që ke që shumë aktive rejtë sociale dhe kja mendimet të tua për dinamikat dhe banorët, dua pak edhe në studi dhe flasë masim kjo artë. Para kësaj, duat flasim para këthimin e gjestit muzik, po pëse je shumë i lumëtur dhe je shumë krenare, që arriti që të marrë vetën shumë shpejt dhe të rikëtheje tash me muzik, sepse e keni nda një shpi bashkë. Shumë, jam shumë e lumëtur, edhe për një me, kër e kom dëgju këngën për herë të parë, më ka rënqet shumë edhe më ka prek shumë, unë jam një tip që i mbaj lotët edhe nuk ka i shpesh, po sinqerisht më ka prek tepër shumë, edhe fillova edhe më mboshën krejtë sytë lotë se ke shumë e randë me dëgju,
Edhe po njëtën kohë u gëzova shumë për rikthimin e tij, bile pak para ja pash edhe një 2-3 storje të buzëqesh edhe për një mend unë shpinë e kom do me to, po e du jashtëzakonisht shumë. Është një prej banorëve që unë kam respekt edhe e du jashtëzakonisht shumë. Pavarësisht që na nuk jena ataku përveç se në varrim, nuk jena ataku asnjëherë më, edhe s'kemi ndajt bashk, gëzoj një respekt edhe një dashni shumë të madhe për atë djalë. Po besoj që do vjen një moment që do të bëhet një lloj ribashkimi mes banorëve që keni qenë atë. Unë kam shumë dëshirë, unë edhe para se me ndodh rasti e kam ftuar edhe në ditëlindje, po normalisht me angazhimet e tina nuk kam ujtë me ardhë, thjesht më ka uru edhe më ka thonë faleminderit shumë, po s'kam ujtë me ardhë, kështu që unë jam e hapur me të gjithë. Me kanë ke kontakt sot? Kam kontakt me plot, me Drenushën kam shumë kontakt, me Anisën, me Lelën, me plot, përbes me Gjenetën, besa me krejt. Okej, do më thonë qësh mi pas raportet keq me ty, do më thonë? Nuk e di, nëse i ki raportet keq me mu, valoj ti e problem. Okej, Grace, më dalim të kjo edicion i Bikut që arriti me bo shumë zhurmë, unë për besoj që një moment, ose një moment tjetër, arrin me e pa qartë sa ki ko, nuk e di se sa je aktive rrjetet sociale. Po, qëre, tash na provat i kemi zakonisht paradite. Edhe paradite shkojmë në ora 11, këthemi në ora 6-7, adin bëjmë pauza drekës, edhe kur të këthejna në 6-7 shpend ma nuk po du as me dalj, as me hup kohën pa lidhje, dhe normal që ti s'ki shka bën edhe ki me këshyra, adin kush do që të rren, që se këshyra, apedin. Shumë e vërtet. Njerë thot se këshyri të nga të kalzon krejt që auto ndodh. Apedin. Edhe po, so ka mundësi që tash po më zëgjumë herët. Për shkak të stresit edhe për shkak të punës, po më zëgjumë herët. Sa është herët për ty? 11. Po herët. Ja, 11 po më zëgjumë një herë edhe në 6 të një përçko. Po mire, është një rutinë shumë e mirë kjo. Edhe, po i përcjellim. Në shumicën e rasteve i përcjellim, bile edhe i komentoj në përretit e mija. Kush po të përqen këtë edicion? A përdojme ta të regu sinqeresht, kështu me karta qelë, sot isha qu, edhe ja kisha dhonë të shmimin, i kisha thonë merë zemër, se për ty është kë shmim, Albës. Albës, a? Pse Grace? Po, ajo e ka dhonë shpirtin më në shpend në atë loj. Do me thonë, edhe vetën e ka degeneru për me fitu atë format. Do me thonë, nëse është dikush i lindur për atë format, unë mendoj që është Alba. Pavarësisht që mujtë me thonë, jo po s'është mirë, jo po ani, jo po mesazhet, kështë e mesazhet. Unë këtë kam problem që kapen për mesazhet mira në reality show si Big Brother. Big Brother nuk është emision edukues. Po jo, se si ato hina për me dhënë edukat aty. Hina ato hi me lujt. Është një format që e pasqyron shumë i realitetin, edhe është një miniaturë e shoqërisë. Ona dhe që atëm, që ta jena na. Është një miniaturë shoqërisë, që nuk kemi pse të kapemi gjithmonë të argumenti, nuk përna mesazh të mirë, mas pari fëmijët nuk ka nevojë me këshyre, pastaj ka shumë kjo temë shumë e gjatë. Shumë, po a di që fëmijët e këshyrin ma shumë, shka është ma fatkeqësisht. Unë e vrej kur dalë, a din fëmija 6 vjetë, 7 vjetë vjen të afrojë, ajo është knatësi për mu, është shumë knatësi e madhe, po ma ndej kur të menojsh se qka ka këshyrë, po një me nuk është mirë. Tashti, ajo se qëfar ka bërë Alba në Big Brother me situatën me Limin, që shumë shpesh është cilësuesi mungesë respektit ndaj vete, mungesë dashurie ndaj vete. Te këty si ka ardhur kjo? Te unë ka ardhur si loj. Veç si loj. Si një strategji, po thua. Po, se Alba është krejt si loj. Alba është gjdo gjë si loj. Edhe do më thonë, ajo është në gjendje gjithë shka. A din ta themi, tekstualisht gjithë shka me bo për loj. Për shembull, unë jam konë mrena, unë s'kisha bo gjithë shka për loj. Edhe s'kum bo gjithë shka për loj. Ajo bën gjithë shka për loj. Edhe normalisht që... Unë sot ja kësha dhonë qmimi besam, është shumë... Duke qenë venda në shpejt Big Brother, po edin shumë mirë rëndësin se sa presion, se sa stres është me kriju strategji dhe me boj gjithë shka për loj. Kështë përse ti për dalim prej meje ose prej shumicës qikuzve që... E di shumë a mirë, se qysh është, që shkojnë punt, qka bohet, edhe për që ato po them që sot ja kësha dhonë qmimin. S'ko nevoja ja me bo tash e tutje loj heqma. E kush mendon që e fiton kështu, nëse ti jep Albës, kush mendon që ka me fitu? Valoj, në bazë të asaj që u po pro. Eliona ka me fitu. Je e bindur, a? Ose lëndrimi. Ose lëndrimi. Po lëndrimi e meritant pak. Po pëse finalistat cilën këtu diku, a? Që të dikon? Klodi, lëndrimi, Eliona, Alba. Okej, po cilë është dikur që është pak më antipatik në sytë e tu, Grace, në këtë edicion? Ose ma se mendojnë që nuk e di? Ma simpatik isha me thonë Arditi. Se është shumë simpatik. Edhe po.
Edhe e du shumë atjo. S'm ka rok kështu me pas kontakt live asnjëherë, drejt për drejt, po e du shumë pe ekrani që e kom po, ka një energji t'jashtëzakonshme edhe më shtin shumë e keq. Ma antipatike, s'kisha thonë ma antipatike, po ma shumë që kom prit prit saj, edhe që kish mujt në ashtam, është Hygerta. Hygerta, po. Andin kisha prit shumë prit sajna, e ka një aur shumë të madhe, që kish mujt me bo shumë ma shumë. Edhe eksperienca e saj me ekranin base ka prit njerëz ma shumë që ka me Kam prit njerëz ma shumë, edhe unë kom prit ma shumë, po jo. Tjerë të lënë shumë për të dëshiruar. Okej. Grace, prej punëve tash na kallëzove disa, po sa po ki kohë për veten kështu për... Po? Për vetën sa po ki kohë, për vetën, se për puna kallëzove. Për vetën... Për Gresën. Po, që promish atë e menu vetë me veti, tash ka dalë besyk, e kom harru krejt vetën, mëre. Mas pun va. Mos jam të i dhonë tepër shumë zërë, e kom harru krejt vetën. Adin ka njëherë, për një me se fokusin e kam veç të puna, edhe ka njëherë për një me e harroj edhe vetën. Sështë po kam shumë kohë për vetën, po të kalë Çfarë përgjigje jap e vetës për këtë pyetje? Ose çfarë përgjigje ke, nuk e di, a ja vlen? Hajtë për zemër se ki vatë! Punon njerëz se ki vatë. Hajtë zemër se ki vatë! Po a ja vlen gjithë ky investim në anën profesionale, Gresën, dua dia, sepse tash të menë që më thunë janë që ata din të bëjnë baraz peshimin, a balansin mes personalit dhe profesionalit, pavarësisht që është shumë e mundur, e pa mundur, kur ka profesione, kur ka profesione që për realisht lypin shumë angazhim, si kjo imja, po edhe si kjo jotja. Çfarë përgjigje i dha vetës, ose një zgjidhje, si mendon? Nuk e di valla, është shumë... Nuk që të mos punu, që të punu gjithë. Non-stop, po të kalzova, vështirë është shumë, po normal, tash si të përfundon shfaqja në ashta pak, na i pushim, na i diçka të pak, të na përdin mu marë pak me vetën, se problema është shumë. Kur jemi të shfaqja, premiera do tjetë në muajin prill, atje? Premiera ka mu ka në muajin prill, do më thonë shfaqja në shpirtat, ka mu ka në muajin prill në festivalin më të madh të bursas në Turqi. Do më thonë atje kemi premierën ndërkombëtare. Na kur kemi mujt me pa? Ju kemi mujt me pa si të kthehemi nga bursa, një premierë në Kosovë në Teatrin Adriana. Okej, po besoj që datat do të informosh njekësit e tu se kur do tjetë. Patjetër, unë jam on time gjithmonë me në rrjetet e mia sociale, qoftë me storje, qoftë me fotografi, që informoj normal gjithmonë publikun kur, çka, qysh edhe tek. Edhe do foto të bukura i kështë bo, kështu e poshtë do fotosesione që i kështë bo. Donard Bega mi ka bo këtë foto, mi ka qo, te për bukur, shumë, edhe kisha ko që se kisha bo një fotosesion tjilë. Një profesionale, po. Me thonë drejten para 4 vjetë, mi ka bo Artan Korenica do foto për ditë lindje. Edhe mo, kur ftyra jam aparatit se ka po. A pa të letë mu bind? A ke gati, me nëzë, se non stop të nejtë qështu, a vëdim për me bo fotografi, të nestrit më dhe më shinkom, tash më ronë në fitness. Kollit muskujve. Edhe po, mi ka bo do foto te për të bukra edhe më pëlqyn shumë, edhe i postova, mandi unë në rrjetet sociale për këto fotografi, po. Në regull, Gresë, në të falenderoj shumë që ishë në studio, të roj shumë suksesin në provat dhe në gjithë shka që do ndonë me këtë shfaqe, ne do t'jemi aty, ne do t'jemi edhe këto, për të përcjell këtë sukses të ndin dhe uroj që mbara mirë shkoj gjithë shka. Shumë falimderit. Ashtu si që me ndonë ti. Shumë falimderit shpend, knatësi shumë e madhe dhe falimderit shumë për ftesën, je shumë i mirë. Falimderit shumë.